deri në vitin 2020 askush nuk është marrë në këtë rast. Në njërin anë kemi arrestim pas 6 muajsh hetim, e në anën tjetër kemi më shumë se 2 dekada dështim afër 27 vjet e gjysmë pas masakrës së Reçakut. Janë arrestuar 5 ish pjesëtar të policisë së Serbisë. Derisa në njërin anë përgëzojmë institucionet për arrestimin e të dyshuarve, pas, siç u tha, një hetimi prej 6 muajsh, nuk mund të mos vëmë në spikon faktin se deri në vitin 2020 askush nuk është marrë në këtë rast. Rrjedhimisht nga mira lëndë të trashëguara nga Euleksi, asnjë nuk ishte për masakrën e Reçakut. Në njërin anë kemi arrestim pas 6 muajsh hetim, e në anën tjetër kemi më shumë se 2 dekada dështim apo kurrfarë përpjekjesh për ndjekje të përgjegjësve dhe zero angazhim për drejtësi lidhur me këtë rast. Derisa po afrohemi 3 dekadave të plota nga lufta e fundit, dëshmitarët po plakën e jo pak të tjerë dhe kanë vdekur. Andaj është e domosdoshme që hetimet dhe gjykimet për krimet e kryera gjatë luftës të marrin hov e ritëm të shtuar. Si qeveri e Republikës jemi gjithnjë të interesuar, të angazhuar dhe të përkushtuar të ndihmojmë në këtë drejtim.